Rinald Rakipaj, 40 vjeçari i cili u arrestua mbrëmjen e 23 marsit, është lënë në burg me akuzën e nxitjes së përdorimit të lëndëve narkotike. Gjyqtari Bevil Beqiraj gjatë seancës me dyert të mbyllura ka pranuar kërkesën e prokurorisë për ta lënë në arrest me burg 40 vjeçarin i cili akuzohet për veprën penale, nxitje për përdorim droge. Prova më e fortë që ka në dorë prokuroria është video e filmuar nga njëra prej vajzave në hotel, ku shfaqet shoqja e saj, 15 vjeçare, duke konsumuar kokainë. Dyshimet janë se 40 vjeçari ka kryer marrëdhënie seksuale, por kjo akuzë pritet që të provohet ose të rrëzohet pasi të dalë përgjigje e ekspertizës mjekësore. Rinald Rakipaj u arrestua pas denoncimit të nënës së vajzës 15 vjeçare, me të cilën shoqërohej prej disa ditësh ai. Nëna ka referuar se e bia është larguar nga banesa dhe ka fikur telefonin. E bia e kishte mashtruar se do kalonte natën tek shoqet, por më pas është provuar se edhe dy të tjerat kanë mashtruar familjet në të njëjtën mënyrë. Me marrjen e denoncimit, policia e Vlorës u vendos në lëvizje, kreu hetime që quan arrestimin e 40 vjeçarit. Gjatë dëshmisë në polici, të miturat kanë mohuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale me të, por kanë pretenduar se kanë bërë një xhiro me makinë dhe më pas kanë qëndruar në një hotel në zonën e Skelës. 40 vjeçari në seancë ka mohuar të ketë patur dieni për moshën e vajzave. Prokuroria po vijon hetimet për të zbardhur dyshimet nëse kemi të bëjmë me abuzime të mitura.